Ilaç për arterje dhe presionin e lartë të gjakut. Kjo pije do ju befasoj me rezultatin. Hudhra është një burim i vërtet i fortë i antiviral, antiseptik dhe antibakterial. Ajo është e pasur me fibra, mangan, vitaminë B6 dhe vitaminën C. Gjinxheri është i mbushur me antioksidantë të fuqishëm që lehtësojnë problemet e tretjes, zvogëlojnë dhimbjen, pastrojnë arterjet dhe nxisin shëndetin tuaj të përgjithshëm. Limoni balancon nivelin e pH-it, funksionon si detoksifikues për trupin dhe përmirëson shëndetin e lëkurës. Për këtë ju duhen 2 litra ujë, 4 limona, 4 cm rrënjë xhinxheri dhe 4 thelpi hudhër. Limonin, xhinxherin dhe hudhrën i lani dhe i prisni në feta. Të gjithë përbërësit më pas i fusni në blender në mënyrë që të përzihen mirë. Masën e krijuar e hidhni në një enë me ujë dhe lini enën në nxehtësi mesatare. Pas disa minutash e hiqni atë nga nxehtësia dhe e lini të ftohet. Arterjet do të përmirësohen në kohë rekord nga yndyrnat që i bllokojnë ato, dhe kështu do të përmirësohet edhe tensioni juaj i gjakut, citojnë ekspertët, me konsumin e këtij lëngu.